Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Ekonomia është programi i Shqipërisë madhështore. Konsulta intensive janë zhvilluar me biznesin, grupet e interesit, ndaj dhe ato e në pasqyruar në programin tonë. Kështu që sot po ju paraqes ju dhe njëherë të plot programin e Made in Albania, programi që synon të nxis prodhimin në Shqipëri të ndez motorët e një prodhimit që po shuhen, po bien nga viti në vit, në mënyrë të pandalshme. Përveç garancive ligjore të një kodi fiskal që do miratohet 3 muajt e parë dhe nuk do mund të ndryshohet përveç se në rast se lehtësohet dhe jo rëndim për biznesin gjatë 4 viteve, pra, kodi fiskal që do miratohet 3 muajt e parë, nuk do mund të ndryshohet gjatë 4 viteve për rëndime, por vetëm lehtësime në rast se propozohen. Do t'ulet numri shkallëve të ndryshme tatimore, vendoset taksa e shesh 10% mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para, nuk do të atohen, rroga minimale s'do ketë. Taksa e shesh 10% mbi të ardhurat jo nga paga, 0 taksim për profesionet e lira dhe bizneset e vogël, tavani vjetor për tatim fitimin 0 për bizneset e vogël, 18 milion lek apo 500 euro xhiro në ditë, kufiri përjashtimit nga TVSH-ja 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë, TVSH-ja do ulet, ikën tabuja 20%, ulet në 15%. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do t'ulet nga 8% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Shkak themelor i çmimeve stratosferike në ndërtim janë taksat absurde që vendosen mbi sipërfaqen e ndërtimit, mbi metrin katror, të cilat në fakt, sipas rastit, minimumi 10 fishun taksën e përparme dhe në rastet tjera edhe 20-30 fishun atë. Dhe të gjithë këtë, e gjitha kjo, ju faturohet qytetarëve që duke ja ushtruar në pamundësi blerje ose duke shtruar apartamentet në mollat ndaluara. Jo vetëm kaq, po kjo ka një ndikim shumë të fortë mbi qerat. Dhe në vendin me rrogat më të ulta në Europë, qerat janë në nivelet më të larta. Ne e ndryshojmë rrënjësisht këtë situatë. Taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes. Sa ajo është 8% tani është taks tjetër kjo, 3% mbi çmimin e shitjes. Shfuqizohet. Nuk ekziston, nuk do ekzistojë. Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet. Hiqet. Tarifa e rivlerësimit të pronës do ulet nga 5 në 1%.
në konsultat tona, aksisa për birrën do t'jetë me 2 fasho. 600 lek hektolitri për prodhuesit mbi 200.000 hektolitra në vit. Dhe duke respektuar standardin evropian e Bashkimit Evropian, 300 lek hektolitri për prodhuesit nën 200.000 hektolitra në vit. Çmimi i pullave fiskale. Çmimi i pullave fiskale nga 17,22 euro për 1.000 pulla do t'ulet në 3 euro për 1.000 pulla. Do ulet 3 euro për 1.000 pulla. Çmimi i pullave fiskale për verën do t'ulet nga 25 euro për 1.000 pulla në 3 euro për 1.000 pulla. Për verën do të unifikohet tarifa, aksisa, e lidhur me gradacion e alkoolit. Aksisa do të lidhet me prodhues të mëdhenj dhe të vegjël. Ajo që kanë vendosur këta mbi 12,5% dhe 12,5 është një absurditet me brirë. Ne do nxisim prodhimin vendas. Natyrisht, respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian. Edhe njerë, në qoftë se ne nga aktet e para hedhim në lanë Ballkanin e hapur, ne u qëndrojmë besnik, lojal, të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbasi ato janë të studiuara, për shembull, Bashkimi Evropian pranon diferenca në aksisa midis prodhuesve të mëdhenj dhe të vegjël, dhe kjo është e bazuar në koston që ka prodhuesi i madh krahasuar me prodhuesit e vogël, por pranon brenda një diapazoni të caktuar. Pra, nuk mund të jenë më shumë se sa 50% diferenca. Dhe ne i përmbahemi këtij rregulli në të gjitha rastet, por siç e shihni, ne arrim të nxisim prodhimin në këtë mënyrë. Shpërblimet e dhëna me dëshirë dhe pa shtrëngesë nga klientët në njësitë që ofrojnë ushqime pije janë të ardhura të përjashtuara nga tatimi, do përjashtohet nga tatimi, si për kompaninë ofruese të shërbimit, ashtu dhe për të punësuarit si kamarierë që përfitojnë prej tyre. Pra, ai që në botë quhet tip e quajnë, në Shqipëri e quajnë bakshish, ai nuk tatohet. Nuk tatohet. E kam theksuar edhe herën tjetër, energjia elektrike për biznesin nga 18-24 lek kilovator që është sot do të shitet me 6 lek. Zbret pra 3-4 herë. Taksa e shitjes së pronës ulet nga 15% në 2%. Taksa e shitjes pronës. Taksarama karburantit hiqet dhe në gjitha pikat e karburantit nuk do mund të shitet. Karburant me ndryshim çmimi plus minus 10% me
pompat e vendeve për rreth, vendeve fqi. Maqedonisë, Kosovës, Malit të Zi. Bimet medicinale marrin një mbështetje preferenciale të fuqishme krahas ullirit dhe arrorëve dhe bimë aromatike. Ato janë dhe duhet të jenë një burim i fuqishëm të ardhrave të zonave ku ato rriten dhe nuk ka një vend tjetër të ketë biodiversitetin e Shqipërisë. Do ofrohen lehtësira logjistike dhe të llojeve tjera. Linja krediti dhe nxitje e fuqishme e barabartë me ullirin dhe arrorët, të cilët ngelen për parësi të pandryshueshme dhe të suksesit tonë. Qeveria dhe operatorët turistik do të bashkëpunojnë në mënyrë që punojësit sezonal të turizmit të mund të paguhen me një rrogë bazë në periudhën kur në pikun e mungesës së turistëve, gjatë stinës që nuk ka turist, sepse ata dalin në qiell të hapur pa asnjë mbrojtje. Një pjesë e tyre janë por rrethana janë sezonal, janë student, janë nxënës, janë tjerë, por të tjerë që nuk janë sezonal në këtë punë do të trajtohen me dinjitet dhe nuk do mund të flaken si pas sezonit, sikundër kujdesjet veçantë do të bëhet për këta punojës lidhur me kushtet e jetesë tyre që duhet të jenë brenda standardeve të mira njerëzore. Ligji për investimet strategjike pëson ndryshim rrëjësor. Çdo titull strategjik i dhënë me korrupsion anullohet. Çdo shqiptar që vjen për të investuar në Shqipëri do të jetë 5 vite pa taksa kudo që të investojë. Por ata që investojnë në zonat malore, ata do të jenë 8 vite pa taksa. Siç ka qenë ligji që anulloi Edi Rama dhe që e rikthen tani, po e rikthen për grupet që i intereson atij. 500 të parë, thot ai. Sa ata 500 të dytë, ata janë të njerëkës, ata s'mund përfitojnë. Me ca koncepte të ndryshkura. Eksportet, përveç bordit që unë informova ju, do krijohet bordi që do monitoroj dhe do kompensoj dëmet që krijohen nga kompensim monetar për lëkundjet e kursit të narko-euros. Do krijohet fondi për mbështetjen dhe nxitjen e eksporteve, për mbështetjen, mbrojtjen dhe nxitjen e eksporteve. Për të rinjt, e tham dhe zero sigurime shoqërore dhe shtetësore për 12 muajt e parë të punësimit. Çdo i ri ndën 30 vjeç. Përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeç.
stimuj fiskal dhe mbështetje financiare për investitorët në moshën 35 vjeç që duan të investojnë në start-up dhe inovacion. Mbështetje forte e arsimit profesional dhe ekselencave të tij për biznesin. Për zonjat, gratë, zero tatim fitim për vitin e parë të biznesit. Subvencionimi i sigurimeve shoqërore dhe shtetësore për 4 muajt e parë për to dhe stafin e tyre me kushtin që të paktën gjysmë e punësurëve të jenë femra apo të ri deri në moshën 30 vjeçare. Kredi të buta bankare nga Banka e Zhvillimit me preferencë për gratë dhe krijimi një fondi për mbështetjen e bizneseve të grave. Pra, do bëhet gjithçka për pushtetrimin ekonomik të grave në Shqipëri. Kjo është një mënyrë e suksesshme për të luftuar pabarazinë e madhe gjinore që ekziston në rrafshin ekonomik midis burrave dhe grave. Kjo është e domosdoshme gjithashtu në mënyrë që gratë, vajzat të mund të shpalosin në kushte normale talentin, aftësitë e tyre në fushën e biznesit. Do krijohen 4 zona të lira ekonomike në qarqet e mëdha të vendit në standardet më të mira, në të cilat nuk do mund të investojnë kompanit me konto offshore. Asgjë s'mund vi se pastaj do të vërshonin miliarda para të vjedhura nga ministrat dhe qeveritarët, do ktheheshin këtu në zona industriale. Qeveria do të bashkëpunojë ngushtë me biznesin për digitalizim në thellë të gjitha bizneseve. Qeveria në bashkëpunim me sistemin bankar do të normal bashkëfinancimin e vendosjes paneleve diellore nga jugu në veriu në Shqipërisë, paneleve fotovoltaike, në mënyrë që në krye të 3 viteve të pagesës së qeras, çdo shqiptar të marrë falas energjinë nga këto panele. Startup dhe inovacionin do njohë një mbështetje të fuqishme nga Banka Shqiptare e Zhvillimit. Kompanitë e prodhimit Made in Albania do të jenë përfitues të parë nga financimi buxhetor i proceseve të digitalizimit. Pra, programi ekonomik Made in Albania i Shqipërisë madhështore është pa ndyshje programi më i mirë që është paraqitur ndonjëherë në Shqipëri në raport me lirinë ekonomike, në raport me konkurencën dhe barazinë e garës, në raport me klimën miqësore për investitorë dhe investimet, në raport me tërheqjen e investimeve të huaja, në raport me nxitjen e eksporteve. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Bravo, ishte. Po si ja harrova atë ti, të bush një more. A? Ja, nuk e bëj.
Qa ndodh me këte zhurmë? Osman Urdo. Po. Kopimi I programit Partisë Demokratike nga Edi Rama erdhi pas rënjes dramatike të sondazhe, të pikëve të tij në sondazhe, mbasi shqiptarët I përcollën me neveri programin e tij për Zhapi, Hardhuc, Zhaba dhe Thithilopa, e përcollën me neveri keqpërdorimin e Bravs për të hutuar shqiptarët dhe konstatoi se shqiptarët janë të interesuar, jetësisht të interesuar për pensionet, për rrogat, për luftën kundër korrupsionit, pra për mirëqenien e tyre. Ajo çka mund të them shqiptarëve se në historinë e premtimeve Edi Rama ka vetëm një rekord: mashtrim, mashtrim, mashtrim. Dhe kur të gënjen një herë, çdo njeri mund gënjehet. Nuk do thot gjë. Kur gënjen 2 herë, ke gënjue veten. Po gënjeve për të 3-ën herë, është e tmerrshme. Është një lloj si të besosh gënjeshtrat të tua. Ai që gënjehet 3 herë, ai I lejon vetes të besoj gënjeshtrat e veta. Atëherë nuk ka më faj Edi Rama këtu. As me 2-ën, as me 3-ën. Pse e them këtë? Nuk e them këtë vetëm me 62 premtimet e tij të pambajtura asnjë prej tyre, 300.000 vende pune, heqje të VSH-s për ushqimet, legalizimet, sikur edhe në veri të ngrihej nga varri, thot, nuk do mund të na pengoj legalizimet pa prish edhe asnjëherë. Uljen e çmimit të energjisë elektrike që rriti nga 77 në 95, zgjidhjen personalisht, se do merrej personalisht me 2 gjëra, me legalizimet dhe ujin e pishëm. Pra shqiptarët në memorien e tyre nuk gjejnë dot asnjë premtim të mbajtur nga Edi Rama. Vetëm mashtrim, mashtrim, mashtrim. Vim tek premtimit e fundit. Para 15 muajsh, personalisht tani, kam dërguar në parlament ligjin për minimumin jetik. Kam dërguar në parlament ligjin për minimumin jetik. Me qëllim që ky ligj të miratojë dhe të mos mirë karakter politik, unë përzgjodha minimumin jetik të përllogaritur nga avokati I popullit me ndihmën e organizatës botërore të punës, ILOS. Pra ishte plotësisht kredibel se nuk kishte abuzim politik në përllogaritin e tij. Pavarësisht se ai sot ka ministra që thonë se në Shqipëri jetohet mirë me 140 euro. Imagjinoni jam thotë. Por
ata e mbajtën ligjin dhe betej pas beteje Edi Rama e hodhi poshtë dhe nuk pranoi kur ta votonte. Çfarë sillte ligji i minimumit jetik? Ligji i minimumit jetik sillte midis tjerash në mënyrë automatike pensioni minimal 200 euro. Sepse nuk mund të kishte pas vendosjes minimumit jetik asnjë shqiptar që merrte në dën 200 euro. Sot ka pensione të plota minimale në fshat 120 euro. Sot pensionet 57% e gjithë pensioneve në Shqipëri janë të pjesshme dhe jo të plota. Kështu që vendosja e minimumit jetik ishte dhe megjithatë, në qoftë se Edi Rama do të provojë se nuk është një rrenc 2 metra, le të vi ta votojmë nesër në parlament, ta thrasim parlamentin, ta votojmë ligjin. Ja, të vi nesër. Grupi ynë parlamentar do të lënë, deputet tanë do të lënë çdo gjë, edhe do vinë në parlament ta votojnë ligjin. Por nuk ka më keq se tallësh të mashtrosh njerëzit në nevojë. Edi Rama kishte 8 miliard euro në Tovolin. 8 miliard euro në Tovolin e kryeministrit. Dhe la për pensionistët 16 milion euro. Ndaj, të përdorësh për qëllime politike vuajtjet, dhimbjet që u krijon me varfëri të tjerëve, rrezikon të marrësh ndëshkime shumë të rënda. Pra e bëri krejtësisht për të shpëtuar nga pikë që po I fundosen, sepse mendoj se do I mashtrojë shqiptarët. Luli kështu, luli ashtu, ky zhabat, bërtkocat, këto, ato, kurse veta ai. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, lidhet me sektorin e ndërtimit, cilët ju folët pak në fillim të fjalës tuaj. Dhe në fakt është një çmenduri ajo çfarë po ndodh me çmimet në Shqipëri të apartamenteve apo edhe qirave të ndryshme, duke e krahasuar Tiranën me vende të zhvilluara si Gjermania, Franca e të tjerë. Por në fakt ju thatë se çmimet e larta në ndërtim vinë si shkak I taksave të larta. Ndërkohë që raportet ndërkombëtare flasin edhe për një ektim të parave nga burimet kriminale që sjellin rritjen fiktive të çmimeve. Si do e parandaloj Partia Demokratike këtë çfarë po ndodh me shitjen dhe qirat e shtëpive? Absolutisht është e vërtetë ajo që thot raportet ndërkombëtare. Por ne I marrim gjërat siç janë. Së pari, këto çmime, 10 fish, 20 fish, këto shkojnë të gjitha në çmimin e sipërfaqes ndërtimit. Dhe nuk blen ndërtuesi, po blen klienti. Klienti s'blen dot, qytetari nuk blen dot. Së dyti, merri kulla, që ne I quajmë monumentet të drogës dhe korrupsionit. Është e faktuar që 80% ose më shumë e financimit tyre nuk vjen nga bankat, vjen nga nën toka. Vjen nga nën toka me bekimin e Edi Ramës. A e dini ju kush është në këmbësja e Ramës për lejet dhe për projektet? Ajo është zonja Rocco, motra e 2 lejtnantëve të Suelçels. Faktikisht, lejet e ndërtimit dhe projektet I menaxhon Edi Rama me Suelçelën. Kjo është e vërteta. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar.
zero tolerancë. Ata do të kenë atë fat që kanë patur bandat në vitet 2008, 2005, 2013. Kudo që të do, sot ata janë të lirë. Sot, Suel Çela bën ligjin në lagjin e tij. E dini gjithë Thelbasani përveç Matrix, përveç ky Proda, Matrixi i policisë, edhe Dumani i skapit se nuk din se ku ndodhet ai. Ai është i lirë. Altin Hajri është i lirë. Dhe kërcënon njerëzit rrugëve. Troplini drejton de facto portin dhe lojrat, po e mbush Durrësin të 4 anë me lojra fati, që ndanë të ardhurat me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Bajrët, po shndrohen në një bankomat për shpërndarjen e narko-eurove sipas ligjit të bandës. Plum Gjoka nga Qelia drejton bandën e bandit e tij në Velipoj. Ta harrojnë. Mbi ta do rëndoj i të mërshëm krimi elektoral, ta mbajnë më në mirë. Përveç krimeve tjera, vepra merran kriminale do u konsiderohet pas vrasjes krimi elektoral. Kështu që kjo është pra, ne do i presim ato burime. Si mundet të përballen njerëzit me rrogat më të ulta, me çmimet më të larta për shërimin, me çmimet të larta për ushqimet. Ky është një mekanizëm i spastrimit etnik të këtij populli nga kjo bandë, nga ky regjim që bazohet mbi krimin vjedhjen e tyre. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN. Ju në programin tuaj deklaruat pak më përpara se do të anulloni ligjin ose investimet strategjike. Çfarë nënkuptoni me këtë? Do të anulloni ligjin, nuk do të jepni më investime strategjike, apo do anulloni edhe vendimet për investimet strategjike, të cilat disa janë në zhvillime sipër dhe disa të tjera pritet të nisin? Së pari, gjithçka, çdo vendim dhe ligj i hartuar mbi korrupsionin do të anullohet. Mbi korrupsionin. Asnjë vendim dhe ligj dhe procedurë që është kryer në përputhje me konkurrencën dhe transparencën dhe ligjin nuk anullohet. Korporata shqiptare e investimeve, piramida më e madhe e grabitjes pronave të shqiptarëve, do të shkrihet menjëherë. Dhe ajo që ka merr përsipër me një vendim qeverie, në kundërshtim flagrant me kushtetutën, të plaçkit pronat e shqiptarëve absolutisht do të dënohet në rrepsin më të madhe. Zotëri, nuk duhet të rikthehem tek e shkuara fare. Por ama kemi trefishuar investimet e huaja. Me rekordet, shifi. Kurse këta zotërit, a e dini çfarë investimesh kanë? Blerja apartamentesh nga jashtë vendi. Ky është investimi kryesor që bëhet sot në Shqipëri. Blerja apartamentesh, pash dhanat e fundit. Nuk ka investim, nuk ka investor serioz që vjen. Ndaj dhe ne qëndrojmë fuqishëm kundër akteve korruptive dhe kriminale. A mund të mbahet, ja t'u pyes unë ju, a mund të mbahet titulli strategjik i Artan Gaçës, që është vendosur mbi tokën publike,
me dokumentat falsifikuar sikur është e tij. Dhe tani dele dënohet ky Goro, dhe mirë ja bën se s'kam asnjë lloj keqardhje për të, por Oltës nuk i hyn gjembi në këmbë. Keni pa ju? Sepse për shkak të ndërthurive dhe ndërpleksjeve që kanë patur ajo, aty janë aksioner vëllezërit Rama. Po, duhet t'jenë. Se si ka mundësi, merr 10.000 metra katror tokë publike, burgoset kryetari bashkisë, dhe këto si vinë ati. As nuk përkundazi mbrohet shkelet vendimi gjykatës kushtetuese për Olsen. Këto do të shkrohen të gjitha, do marrin në shkim. Por, përpjekja jonë dhe njëherë, është krijimi një klime sa më miqësore për biznesin. Zoti Berisha, pullat fiskale më përpara janë prodhuar nga një koncesionar, në mos gaboj, dhe nga qeveria juaj. Më pas me ministrin Mete u përfundoi ky koncesion dhe nuk u rinovua. Tashmë duket se ka një lloj partneriteti publik-privat sërish, ku kompania Sikpa që ka qenë atë kohë, duket se rikthehet sërish, por tashmë me disa pirueta të pronësisë nga Zvicra ka kaluar në Mbretërinë e Bashkuar. Ka informacion Partia Demokratike se çfarë po ndodh me pullat fiskale? Po e ndjek me interes. Pullat fiskale të kompanisë zvicriane kanë qenë pulla smart dhe ato nuk lejonin me detektor, ato zbulonin çdo kontrabandë. Kanë qenë pulla me kod, pulla smart. Këta, për t'i hap dyert në të katër anë të kontrabandës, e morën dhe ja dhanë printimin e tyre ndërmarrjes prodhimit letrave me vlerë, duke hequr çdo garanci që kishin. Nuk kam, po e ndjekte, kam djeni që po tentohet rikthehet me një emër tjetër, por ne po e ndjekim, jemi ndjeni të këtyre zhvillimeve. Sidoqoftë, unë shpalla çmimet dhe çmimet nuk ndryshojnë. Pse ato çmimet, do ta sqaroj këtu, janë çmimet Bashkimit Evropian. Ato janë çmime 3 euro për 1000 pulla, janë çmimet Bashkimit Evropian. Nuk kemi shpikur. Ne do zbatojmë çmimet e Bashkimit Evropian. Ta di dhe ai kompania që po interesohet, ne do zbatojmë këto çmime. Zoti Berisha, zoti Rama deklaroi se pensioni minimal 200 euro dhe ai mesatar 400 euro janë premisat të tij për vitin 2030. Ju keni një afat si zoti Rama apo keni një afat tjetër për realizimin e këtij premtimi? Ky premtim hyn fuqi 3 muajt e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Ai kopjoi. Po unë këtu ja u kam thënë ama, se Shqipëria me këto rroga s'pranohet kurrë në Bashkimin Evropian. Rrogat janë një kriter shumë qendror, i pashpallur, por qendror. Dhe ky e frenoi rritjen e rrogave. Ne me trendin e rritjes rrogave po plotësonim këtë kriter dhe miqtë e mi në komision dhe jashtë e kishin pëlqyer shumë këtë, se kjo është një pengesë sikur të mos kesh asgjë tjetër, po i pan rrogat kaq të ulta letho. Lërse do vinë të gjithë tek ne. Prandaj dhe ne hynë në fuqi 3 muajt e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Po pyetin e Ramën, thuj, a nuk thënë tetorti që ky është shkatrimi, po bë kjo, është fundi, tha, është apokalipsi. Jo, nuk del.
Nuk del, nuk del absolutisht. E ka marrë me... Zoti Berisha, Isa Mizyra nga Ora News, kam 2 pyetje që lidhen me drejtësinë, që në fakt duken sikur janë pyetje kundër njëra tjetrës, por që tregojnë qartë modelin e partive politike në Shqipëri. Para pak ditësh ishit në një konferencë në një tryezë për sa i përket një rivlerësimi të ashtu quajtur rivlerësim të reformës në drejtësi dhe rreth e qarkjush ishin personalitete të shkarkuara nga procesi i vettingut. Ndërkohë, kandidat për deputet nga ana e Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit është Olsi Komiqi, i cili vetëm në dhjetor, para pak muajsh, la postin e ishte kryetari i Komisionit të Vettingut. Si e vlerësoni fillimisht prezencën tuaj në një ambient ku ka shumë të shkarkuar të reformës në drejtësi dhe nga ana tjetër ne nuk kemi parë një qëndrim të Partisë Demokratike sa i përket kandidimit të zotit Komiqi për deputet në Partinë Socialiste? Komiqi, po. Falënderit, zoti Mizyri. E kam theksuar dhe theksoj se Partia Demokratike është e vendosur për një reform të sistemit drejtësisë. Pse? Sot çdo shqiptar për një çështje civile, në qoftë se s'paguan qimet e kokës ryshfet, do të pres 15 vite. Sot qytetarë shqiptar janë të vetmit në Europë dhe në botë që nuk ka një proces ligjor të drejtë. Ju mohohet procesi ligjor i drejtë. De facto, de jure e kanë. De facto nuk kanë proces ligjor. Të lësh vendin tanë, të lësh qytetarët tu pa një proces ligjor të drejtë, faktikisht spostohesh në një hapësirë parashtetërore. Po edhe kohërat parashtetërore kanë patur kodet e tyre. Edhe në ato kohëra ka patur kode, sidomos çështje civile. Janë çështje themelore. Tani, a mund të pranohet kjo situatë? Në qoftë se ju ndiqni dinamikën e grumbullit të dosjeve, është rritja e grumbullit të dosjeve është e frikshme. Pra, ka qenë 132.000 para, madje edhe 120.000 para 3-4 vitesh, dhe këto 3-4 vite që funksiononin tërë sistemi, u rikthyen gjykata e lartë dhe kushtetues, këto 4 vite ka arrit në 150.000. Gjykata administrative që ishte një risi e reformës që bëm në sistemin e drejtësisë, është përgjysmuar në kapacitete dhe ajo faktikisht është në vendimet e saj duhet presish vite e stërvite përveç kësaj, siç dëshmuan përfaqësuesit e dhomave të biznesit, vendimet janë në tërësi të gjitha në favor të qeverisë. Por bllokimi i çështjeve civile i kushton vendit, përveç se i mohimi një drejte e pa imagjinueshme, i kushton vendit miliarda euro për shkak bllokimit të pronave, të kredive, të fondeve, e tjerë në këtë sektor. Bllokimi i çështjeve civile e bën Shqipërinë absolutisht vendin më të papërshtatshëm në botë për investime të huaja. Nuk ka investitor që mund të vi në këtë sistem drejtësie pasi ti ke zhdukur atë që quhet siguri ligjore.
po s'ka proces, nuk ka siguri ligjore. Atëherë ti detyrohesh të firmosësh me të huajt se do njoh autoritetin ligjor të këtij vendi apo atij vendi. Ta ekstra territorializosh procesi. Për ndryshe ai nuk vjen. Jo. Nuk vjen. Dhe ka shumë të drejtë. Dhe ti s'mund t'i thush jo. Pra, a mund të pranohet kjo, se unë besoj se këto sirena bien për çdo qytetar, pavarësisht se një pakicë e qytetarëve kanë punë me sistemin e drejtësisë, po ai është i të gjithëve. Së dyti, jemi tek probleme shumë të rënda, shumë serioze. Marrim lam krejtësisht karakterin politik, po marrim thjesht strukturën, funksionimin. Ky është sistemi vetëm në botë, që nuk ka ekzistuar as në diktaturën komuniste i tillë, në të cilën prokurori që harton dosjen survejon me ligj gjykatësin që do shqyrtoj dosjen. E regjistron telefonin e tij dhe pastaj merr vendime mbi të. Një regjistrim në telefonit. Apo informacione të tjera që mund të marrë. Tani, më thujti mua, ka drejtësi ma këtu? Këtu s'ka gjykatës më. Këtu de facto gjykatësi është bërë me 4 mbiemra Irena Gjok. Po qytetarët i duhet gjykatës. Dhe kjo nuk mund të vazhdojë. Nuk mundet. Çdo vend duhet të ketë gjykatësi. Dhe jo afërmendshin, që thot se gjykatësi bën ato që themi. E pa jashtë çdo lloj standardi, kjo nuk mund të vazhdojë. Kjo nuk mund të vazhdojë një gjykat, një drejtësi e cila në vit elektoral, pasi ka guximin të amnistoj krime monstruoze elektorale që lidhen me zyrtarët e lartë dhe njëjtën kohë arreston vendjekje penale liderët kryesor të opozitës. Këto janë ato, unë besoj se çdo forcë politike demokratike është e detyruar të mbrojë interesin e qytetarëve. Dhe në këtë rast reforma është jetike, është imperative. Nuk mund të rrinë qytetarë shqiptar pa të drejtë një procesi ligjor, siç është sot që duhet presi 15 vjet. Nuk mund të kenë shqiptar një gjykatës të cilit prokurori i kontrolluar nga qeveria i kontrollon çdo gjë dhe i dikton çdo gjë. Jo, kjo është sistemi. Unë ju ftoj mediat, t'ja u thonë të vërtetën shqiptarëve. Para se Donald Trump të fitonte, Amerikanëve u thueshin superlativa për drejtësinë, sepse ajo përdori kundër Donald Trumpit. Donald Trump thot se drejtësia s'do jetë me një armë politike kundër kundërshtarëve. Besoj se gjërat po bëhen tani shumë të qarta. Zoti Berisha, Angel Gjangoli, Plan News. Prej disa javësh ju vijoni të prezantoni programin tuaj dhe sigurisht me basin e temi nëse rikthehen në pushtet do të mbani ato, por ju keni bërë dhe premtime të cilat mund të mbaheshin edhe gjatë kohës që keni qenë në opozit. Ju prej disa muajsh
zhvilluat një seri protestash në kuadër të mosbindjes civile duke u premtuar demokratëve që para zgjedhjeve do të kishin një qeveri teknike. Çfarë ndodhi? Pse nuk u realizua kjo qeveri teknike? Tani, programet paraqiten në fushat elektorale, por programin e paketën e dhimbshurisë, thelbin e saj, ne e paraqitëm edhe para 15 muajt dhe ne mbrojtëm në komisionet ne mbrojtëm në komisionet parlamentare zakonshme, por ajo refuzuan në mënyrë kategorike. Natyrisht çdo forcë politike programin e qeverisjes e paraqet para fushatës elektorale dhe gjatë fushatës elektorale. Forca tjetër politike, siç e shihni, pa program me dur në xhep, u detyruar të kopjoj, pasi e pa që shqiptarët nuk e pranuan më, e refuzuan atë paraqitjen e tij me banorët e parkut zoologjik dhe të pellgjeve, u kthye duke kopjuar programin tonë se s'ka shtot. Këtë mund të them lidhur me pyetjen tuaj. Janë plotësisht të përllogaritura të gjitha dhe do realizohen 100%. Kjo është një gjë e sigurt. Po të thoni, do të them një moment. Shumë flitet për korrupsionin, po korrupsioni është nëna e të gjitha të këqijave. Në qoftë se nuk do kishte korrupsion, do të kishim sot djegësin e Tiranës, i cili do ishte i fuqishëm për të djegë të gjithë mbetjet e Shqipërisë mesme, jo vetëm Tiranës, por të gjithë Shqipërisë mesme. Mirë pa aty s'ka tull, atë hëngri korrupsion. Në qoftë se do kishim korrupsion, nuk do vdisnin të smurt për mungesë ilaçesh, siç ndodh çdo ditë tashmë. E bëra njohur. Dhe njeriu që e ka detyrë personale si kryeministër, që ato të mos mungojnë, lanë duar dhe thot, po janë krime kundër njerëzimit. Sikur ja bën opozita dhe jo ai vetë. Korrupsioni, plaçkit, grabit, parat e atyre ilaçeve. Korrupsioni është faktor kryesor i largimit të shqiptarëve nga Shqipëria, sepse këta mbeten pensionet ulta, mbeten me rrobat ulta. Sepse nuk lejon, po marrin rënien e kursit të euros. Sigurisht që arka e shtetit, buxheti i shtetit, po qoftë dhe duke marrë kredi, qoftë dhe duke marrë hua, duhet të përgjigji këtyre eksportuesve, se këta eksportuesit janë punësuesit kryesor, punësonin 10 mijëra punojës. Ishin 10 mijëra familje që ushqeheshin. Ato njëra mas tjetrës dhe njerëzit ikin. Dhe krijoi një pasiguri të madhe në vend. Imagjino tani 100 mijëra prindër, gjyshër, gjyshe, nëna, baballar, që u largohen fëmijët e tyre. Në çfarë pasigurie mbeten ata këtu vetë me vetminë e tyre. Dhe pse u ikin? U ikin sepse ata s'mund t'i mbajnë me pensionet e tyre. U ikin se ata s'kan vende punë, s'kan punë. Pra është gjithë kjo situatë e cila do të ndryshojë me shpejtësi të madhe.
Ne me zero tolerancë ndaj korrupsionit, zero tolerancë ndaj krimit. Dhe ata të harrojnë se do mund të lajnë kush pare në ndërtim. Atje ku janë do i kapim të sjellim këtu. Para ligjit, siç kemi provuar në atë. PD, dhe nëse po, si do t'jetë forma e bashkëpunimit më të, do t'jetë i stacionuar në një zyrë në selin e Partisë Demokratike, apo ky bashkëpunim do jetë online, dhe me që jemi në prag të fushatës elektorale dhe kur e fjale konferencës tuaj ishin shifrat, a kemi një fatur tashmë të bashkëpunimit me Kris Lasivita? Tani, datën e ardhjes, unë ju garantoj që do vi, po e la si surprizë për Edi Ramën që t'i bjeri kokës me tovolinë kur të vi. Nuk po ja u them se do t'a ketë surprizaj. Do vi. Sherif, do vi. Kris do vi. Tani, çdo gjë ju siguroj se çdo shpenzim i kësaj partie do t'jetë transparent dhe në përputhje me ligjet e Shqipërisë dhe ligjet e vendit tjetër. Prandaj këtu nuk mund të ketë asnjë lloj aludimi tjetër. Jo, do jetë edhe në zyrë dhe online, të dyja. Tani, online e kemi çdo ditë sa për djeni. Jo, çdo ditë punojmë me te, funksionon, me këshilla, me probleme. Do ketë një njeri të kompanisë tyre të instaluar përfundimisht, ai do shkoj, do vi, do jetë, pra, është një... Kjo është praktike e punës me këto kompani konsultative elektorale. Faleminderit. Faleminderit.